أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë Allahun Suprem. Kurse paqja qoftë mbi Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, takohemi sërish në ligjëratat tona të radhës në serinë e komentimit të ajeteve kuranore me ju në vllaju Imam Arbëbrisha, na gjeni në gjitha rrjetet sociale, po ashtu dhe në Multi Muslims Channel në YouTube. Ju kisha sugjeru dhe kërku që ti downloadoni këto audio video ligjërata të komentimit të ajeteve kuranore dhe ti shpërndani në CD-a, DVD-a, DVD-a, ti shpërndani kuton në për internet, në për wallet e juja, në për profilet e juja, ti bëni share, Zoti ju shpërblet me xhenet. Kemi ardhur tek ajeti 158 me radhë i surës Ali Imran, ku thotë i madhreshmi wala im muttum au kutiltum la illa Allahi tuhsharun. Po dhe nëse vdiqet në shtrat ose u vrat, pa tjetër do të tuboheni te Allah. Pra, edhe nëse vdisni normal, vdekje normale në shtrat, sikur vdes njeriu, apo edhe nëse vriteni në luftë, prap keni mu tubu te Allahi dhe keni mu gjuku për Allahut. Inna Allah seriul hisab. Sa gjukat si mirë është Allahu, sa i drejtë është Allahu, Zoti i universit, Zoti i cili ka krijuar çdo gjallësi që e shohim dhe nuk e shohim. Pastaj vazhdon ajeti 159 me radhë. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi la nafadhu min hawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum washawwirhum fil amri فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allahe yuhibbul mutawakkilin. Ti ishe i but ndaj tyre nga se Allahu të dhuroj mëshirë. E sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do të shkapërdredheshin prej teje. Andaj ti falju atyre dhe kërkon ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që i mbështeten pra. I mbështeten Allahut pra, i binden, sepse inna Allahe yuhibbul mutawakkilin. Pra Allahu i don ata cilët i mbështeten atij, qofshin fal dhe kërkojnë mbrojtje vetëm prej tij, pra i mbështeten të madhit Allah subhanahu wa taala dhe i binden vetëm atij, qofshin fal. Dhe besojnë se një ditë do dalim për ati dhe t'japim llogari për çdo gjë. Andaj njeriu duhet kujdeset që në këtë botë, në këtë dunja, pra ta kultivoj faren e mirë dhe ta mbjell faren e mirë, siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, el kalimatu tayyib batu sadaqa. Pra fjala e mirë është sadak, qoftë edhe me një fjalë të mirë apo një veprim të mirë, apo një angazhim përpjekje për ndryshim në të mirë. Dhe thot ti ishe i but ndaj tyre nga se Allah i dhuroi mëshirë. Është fjala për Muhammedin alayhis salatu wassalam. Dhe këtu kemi të bëjmë pra me betejën e Uhudit. Na e tregum shumë mirë radhën e kaluar se betejë e Uhudit ka qenë një betejë me të vërtetë, të cilën pra kishte pejpales që anun pej plaçkës luftës dhe sigurisht pra Muhamedi alayhis salatu wassalam nuk ju bërtiti, as nuk ishte i dhunshëm ndaj tyre, por e luti Allahun që t'i falë ata dhe t'i kthej ka e vërteta. Sepse ata i kalun kufit edhe thyn rregulluaren që ishte përcaktuar pe anës Allahut të dërguarit dhe prisave prej tyre, sepse Zoti thot Kur'anin famlart, ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum. O ju të cilët keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe prisave për josh. Dhe ata thyn këtë rregullore, por po thot Allahu në Kur'an ti ishe i but ndaj tyre, sepse Allahu të ka dhënë mëshirë,
Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam erdhi si mëshirë për mbar njerëzimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pra sigurisht se po të ishe zemërfurt, ata do të shkapërdredheshin prej teje. Pra ky din ka rregull, ka mësime të forta. Dhe do të me ditë me matuni, me qetësi, me butësi se si mu sjell me njeriu edhe kur ai bën gjëra të ndalueshme, do të me ditë pra metodologjinë e punës se si me reagu në kësi raste që mos me nxjerr komplet pra ose mos me thy edhe mu bë armik i yni. Pastaj vazhdon ajeti kuranor dhe thot: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nëse Allahu dëshiron t'ju ndihmojë, s'ka kush që mund t'ju mposhtë. E nëse ai ju le pa ndihmë, atëherë kush është ai pas tij që do t'ju ndihmojë? Pra vetëm Allahut le t'i mbështeten mu'mininat, pra besimtarët. Pra nëse Allahu dëshiron me ju ndihmu, ai ju ndihmon. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur Allahu dëshiron për një çështje, i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet me ndihmën e Allahut. Pra nëse Allahu dëshiron me ju ndihmu, s'ka forca, fuqi tjetër më të madhe se fuqia e Allahut. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dhe askush nuk mundet me ju mposhtë. Dhe nëse ai ju le pa ndihmë, atëherë keni me marr fund, keni me rënë humner. Pra Allahut të mbështeten vetëm pra besimtarët. Pra vetëm ata të cilët i mbështeten Allahut, ata do të ngadhnjejnë drejt fitores. Falyatawakkalul mu'minun, pra besimtarët të mbështeten fuqimisht Allahut dhe suksesi është në dorë të Allahut. Pastaj vazhdon ajeti 161 me radhë: wa ma kana lin-nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Asnjë pejgamberi nuk i takoi të bëjë hile, dhe kush bën hile për ndarjen e plaçkës së luftës, ai në ditën e Kiametit vjen i ngarkuar me atë që ka bën. Pastaj secilit njeri i jepet ajo që ka fituar, duke mos ju bë pa drejt. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot në një transmetim, në një hadith thot: kush bën hile s'është prej nesh. Dhe absolutisht që hilacakin nuk do ta shijoj pra kënaqësinë e xhenetit, sepse Allahu nuk i dën popullin e korruptuar dhe të padrejt. Prandaj mos bëni hile thot në ndarjen e plaçkës luftës, sepse në ditën e Kiametit do të vini ngarkuar me atë që keni bë, pastaj secilit njeri i jepet ajo që ka fituar. Ke fituar të mirën, Allah i ta jep mirën. Ke fituar të keqen, Allahu ta dhuron të keqen, ta jep pra xhenemin. Dhe sigurisht pra mos u bëj pa drejt. La ilaha illallah. Mos u bëj pa drejt. Kjo do të jetë motoja e një ligjërimi tim shumë shpejt inshallah. Mos u bëni pa drejt. Mos ja thyj zemrën tjetrit. Mos e nënshmo tjetrin. Mos ja han hakun tjetrit. Mos luaj me nderin e motrave muslimane. Mos luaj me nderin e grave, fëmijëve. Mos luaj me drejtësinë dhe hakun e tjetrit. Mos i hin hak tjetrit. Mos luaj me punëtorin. Paguja hakun për para ju tërë dirsa në trup. E shumë tjera, pra Allahu nuk i dën dhalimint, pra inna Allaha la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk i dën njerëzit zullumqtar të pa drejtë. Pra mos u bëni të pa drejtë. Afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bisakhatin min Allahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir.
Është i njëjtë ai që ju bind Allahut dhe kërkoi kënaqësinë e tij, pra ridwan Allah, si ai që tërhoqi kundër vetes hidhrim të madh nga Allahu dhe ardhmja e tij është xhehenemi, që është përfundim shumë i keq. Pra, përfundim shumë i keq, shumë i rënd është ky përfundim. Pra nuk është i njëjtë ai që luftoi dhe u bind dhe kërkoi kënaqësinë e Zotit, thesa ai që non-stop pra është duke tërhiq kundër vetes hidhrimin e madh nga Allah. Pse hidhrimin e madh nga Allah? Imagjinoni një njeri që tërë jetën e tij ka çuar në alkol, në drogë, prostitucion, amoralitet, zina. Ton jetën e tij ka adhuru varreza, statuja, i ka votu statujat, i ka votu varrezat, i ka mbështet ata. Dhe kush i mbështet ata është me ta, thotë Allahu në Kur'an. Dhe tërë jetën e tij ka bërë të zjeter, dhe ky është muaj personi që tërhoqi kundër vetes hidhrim të madh nga ana e Allahut. Dhe ardhmja e tij pra është xhehenemi. Prandaj, o njeri, të drejtohem ty me këtë fjalë. Kthehu sa më parë në anijen e shpresës, në anijen e fitores, në anijen e suksesit, në anijen e begative të Allahut, në anijen e xhennetit, që të çon në xhennet, në rrugën e drejtë. Pra sa përfundim i keq. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thoshte: ja Allah më bëj përfundimin e mirë, dhe në çastet e fundit thoshte: la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil maut as-sakarat. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, o Allah. Me të vërtetë vdekja ka përjetime të mëdha. Andaj lutim Allahun që përfundimit na e bëj të mirëve, se fundi u takon të mirëve me përfundim të mirë. Pastaj vjen ajeti i 163 me radhë. Dhe thot: hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Ata kanë dallim tek Allah. Ja Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Pra, ata janë dallum tek Allahu, se Allahu e sheh veprimin e tyre. E sheh kur është puna e sinqert, e sheh kur është puna munafike, e sheh kur është puna për hir të madhërisë së Allahut, e sheh kur është puna për dunjë. Pra Allahu i sheh të gjitha veprimtaritë e tyre, sa gjykatës dhe sa i drejtë është Allahu. Pastaj vazhdon me tutje ajeti 164 më radhë dhe thot: laqad mana Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Është e vërtetë se Allahu u dha dhurat madhe besimtarve, ku ndërta nga mesi tyre dërgoi të dërguar, që atyre t'u lexoj shpallin e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj Kur'anin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Pra, gjëja më e mrekullueshme më se Allahu nuk ka lënë popull, po dërgu pejgamber. Dhe u dha dhurat madhe shumë besimtarve, që është udhëzimin hidajeti. Edhe këtë udhëzim besimtari kërkon edhe në namaz 5 herë në ditë, thot ihdinas siratal mustaqim. O Zot, përforcom në drejt, o Zoti im. Pra lutje e fuqishme kjo e besimtarit e mu'minit. Pra dërgoi të dërguam që të lexojnë shpalljet e tij, të pastrojë ata e të mësoj Kur'anin, shariatin, pra dispozitat islame. Kjo pra është wadhalika dinul qayyim, ky është dini i qartë i pastërt. Prandaj, edhe pse ata pra më parë ishin krejtësisht humbur. Pse nuk ishin më parë të humbur me kasta?
360 statuja i kanë adhuru. Pse a nuk janë këtë pjesën që thot wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Edhe pse ata më parë ishin krejtësisht humun, po normal se ishin të humun, sepse kishin rënë një dhujtari të thellë 360 idhuj. Në Mekë bëhej adhurim Wallat wal Uzza. Hubeli, ju e dini, kam shkruar edhe në librin tim Islamin Fokus, analiza dhe studime, nga unë Imam Arbër Berisha, e gjeni atë libër, kanë adhuru Hubelin, ju ka thënë një krah, ja kanë marru krahin prej dukatit, ja kanë dreq, edhe kanë adhuru statuja, sukur sot shekullin 21, edhe sot ka njerëz që adhurojnë statuja, fotografi, hynesha, fotografi, varreza, e tjera gjana, zotëruna, shirk i madh, pa drejtësi e madhe ndaj vetes. Pastaj thot i madhreshmi Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha Kul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir. E kur juve u goditi një dështim, pra është fjala pra për betejën e Uhudit, për luftën e Uhudit, e që ju patët dhënë ato 2 fish armikut pra në betejën e Bedrit, that prej nga kjo thuaj, ajo është nga vetë ju. S'ka dyshim se Allahu është plot fuqishëm për çdo sen. Pra në betejën e Uhudit thanë, pse kështu na ndodhi? Prej nga kjo, i Allahu po i përgjigje dhe thot, ajo është nga vetë ju. Pra Allahu nuk i bën pa drejt askujt. Pse i ka lut vijat? Pse i ka lut kufit? Pse nuk zbatut urdhën e Muhamedit alayhis salam? Urdhën e Allahut mas pari, se Muhamedi nuk flet nga vetja e tij, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai Muhamedi alayhis salam nuk flet nga vetja e tij, as përpjet në hava, por përveç asaj që është inspiruar nga ana e Allahut. Pastaj vazhdon pra ajeti kuranor 166 i surës Al Imran, wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa bi idhnillah wa liya'lama al-mu'minin. Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të 2 grupeve besimtar e idhujtar, ishte me lejen e Allahut për t'u dalluar besimtarët e sinqert. Përveç kësaj, në luftën e Uhudit ishte për mu dallu pra sinqertit dhe ata të cilët nuk janë sinqert pra në luftë. Dhe Allahu i sprovon besimtarët, sepse thot Zoti në Kur'an famlar, ta mendon ata të cilët tham besum, pran edhe pastaj nuk do të sprovohen se janë me të vërtet të qëndrueshëm besimin ndaj Allahut me sinqeritet. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Pra ata nuk janë të urdhëruar për tjetër vetëse ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Pastaj vazhdon ajeti 167 me radhë dhe thot wa liya'lama alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan la taba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum li iman يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Dhe për të ditur ata që ishin hipokrit e atyre u është thënë, e jani e luftoni rrugën e Allahut ose mbroni veten. E ata thanë, sikur të dinim se do të luftohej, ne do të vinim pas jush. Në atë moment ata ishin më afër mosbesimit se besimit. Flisnin me gojet e tyre ato që nuk e kishin në zemrat e tyre, po Allahu di më së miri për ato që e fshehin. Pra, me gojë folnin diçka tjetër, po në zemër kishin diçka tjetër. Pra, kjo ishte hipokrizi e qartë. Por elhamdulillah, Allahu e din çka njerëzit mshehin në natën e zezë, në gurin e zi, milingona e zezë. Pra, gjitha këto
dihen dhe Allahu është i mirë njohur për planet e tyre dhe din çka mbajnë zemrat e tyre dhe çka fshehin njerëzit. Pastaj vazhdon ajeti 168 me radhë, thot alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u than, sikur të na dëgjonin neve të ktheheshin siç u kthyem ne, nuk do të mbyteshin. Thuaj, largoni pra vdekjen prej vetes suaj nëse jeni të sigurt çka thoni. Subhanallahu, pra mu çudit me këta njerëz të cilët flisnin kështu, kur nuk e din ata se a kanë garancën se në atë moment ndoshta do t'i zër vdekja. Pra ata që nuk luftuan u than aty në vetëve, sikur të na kishin dëgju ne, mirë kishe bë siç u kthym na, e mos mu myt ju. E pra Allahu thot thuju atyne, nëse jeni të zot pra, edhe kaq kapadai në veten e juaj, largoni vdekjen prej vetes suaj. Nëse jeni të sigurt çka e thoni këtë gjë. Pra nëse ju po i thoni këtyne na shkume, pshtume, u kthy, e ju e mbet veten se shkut në luftë, atëherë thuju këtyne, përgjigju këtyne dhe thuju, a jeni të sigurt ju si e largoni vdekjen prej vetes juaj? Jo, si jeni të sigurt, sepse gjithë do të vdesni, gjithë do të ktheheni Allahut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe tek Zoti kemi kthimin. Dikush ma shpejt, dikush ma herët, dikush ma vonë, por gjithë do të kthehemi tek Allahu. Andaj kjo ja u stopon atë hipokrizinë e tyre dhe atë që donin t'i ftofnin besimtarët në këtë luftë të drejtë që urdhënonte Allahu dhe i dërguari i tij. Pastaj vazhdon pra ajeti i 169 që ja u vendos atyne një aprekat, pra një vull të fuqishme dhe ju thot atyne wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë dëshmor në rrugën e Allahut, përkundrazi ata janë gjallë duke ushqyer te Zoti i tyre. Po ashtu është një ajet tjetër kuranor në surën Al-Bekare, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Mos thuni pra për ata si janë të vdekur, kurse se por ata janë gjallë, por ju nuk e kuptoni gjallërinë e tyre. Por ata janë të gjallë duke ushqyer te Zoti i tyre. Këta janë shahidat, këta janë ata të cilët kanë luftuar për ngritjen e fjalës së Allahut dhe në kohën kur ka qenë kalifati dhe në momentet kur mbrohet shtëpia jote, vatani jot, familja jote, pasuria jote, nderi jot, dinjiteti jot si musliman. Dhe sigurisht pra mos mendoni se këta janë të vdek, po këta janë dëshmor në rrugën e Zotit dhe janë gjallë dhe Allahu i ushqen ata, i furnizon ata. Po ju nuk e kuptoni këtë. Prandaj pra gjitha këto janë pej mirësive të Zotit që robt krijesat e Allahut, vetëm ata të cilët janë ulil albab i kanë frikë Allahut dhe ju binden këtyre ndodhive dhe i kuptojnë se këto janë vetëm se prej Allahut. Pastaj vazhdon ajeti 170 me radhë pra. Thot farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khawfun alayhim wa lahum yahzanun.
janë të gëzuar me të që u dha Allahu nga fëmijët e tij dhe atyre që kanë mbetur ende pa ju bashkuar radhëve të tyre. U marrin myshde, se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brengosen. Pra ata që u bashkuan radhëve këtyre mujahidave, besimtarëve të vërtet, ata ju marrin myshde dhe s'kan pse brengosen dhe të friksohen se janë not drejt dhe janë të luftu për diçka madhështore, për fjalën e Zotit që me mbizotru shariati islam në tokë dhe fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luftë e vërtet, jo luftë falso. Luftë të cilën e urdhëronte Allahu dhe i dërguari i tij. Prandaj kjo ka qenë luftë reale, jo luftë spekulatërësh dhe luftë për interesat të karrikeve të politikanëve apo luftë për interesat njerëzore dhe për të mos mbizotruar ligji i Allahut. Por ligji i tagutit, ligji i lanetullahit, shejtanit mundku. Pastaj vazhdon pra ajeti 171 me radhë dhe thot: Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që u dha Allahu, e s'ka dyshim se Allahu nuk va humb shpërblimin besimtarëve. Pra ju ka dhënë Allahu shumë të mira, begati të panumërta. E Allahu nuk ja humb shpërblimin mu'minit, besimtarit. Alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Pra, të cilët edhe pasi goditi plaga ju përgjigjen Allahut dhe të dërgumit. E për ata prej tyre që bën mirë dhe urojtën, është një shpërblim shumë i madh. Edhe pse të plagosun, edhe pse të lodhën e të raskapitun, ata prap ju përgjigjen urdhave të Allahut dhe të dërgumit. Ju bindën me Allahut dhe të dërguarit dhe prisave për tyre. E prandaj Allahu i dën këtë rob dhe për ta do të pasojë një shpërblim madhështor. Pastaj vazhdon ajeti 173 me radhë pra i surës Ali Imran. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. E atyre shokëve të pejgamberit Resulullahit sallallahu ta'ala alaihi wasallam që dikush u tha: populli i dhujtarët është të buar që ju sulmoj, pra keni frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e tham: neve na mjafton që kemi Allahun, ai është mbrojtësi më i mirë. Pra ta kishte dikush pe këtyre një masë aty dhe ju tha populli i dhujtarë është të bu me ju sulmu, pra me ka dasht, pra dhe ky grup ka dasht me nxit diçka, me i friksu besimtarët se kini kujdes se këta janë një popull i dhujtar i madh e janë mbledh me ju sulmu juve edhe me shti panik dhe frikë. Mirë po përkundrazi ajo u ka shtu ma shumë besimin e imanin këtyre besimtarëve të vërtet dhe të qëndrueshëm dhe stabil. Dhe ka thonë dhe kanë thonë cila ka qenë pra përgjigja e tyre: wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Neve na mjafton që kemi Allahun, ai është mbrojtësi më i mirë. Siç tha Ibrahimi alayhis salam, Halilullah, i dashuri i Allahut, kur ishte duke u gjujtur në zjarrin që ngreu paria e Nemrudit dhe vetë Nemrudi. Çfarë tha ai? I erdhi me lajkja, i tha: o Ibrahim, do të shpëtoj. I erdhën shumë raste për shpëtim, por tha jo, tha. Çfarë tha ai? Wa qalu, edhe ai tha po ashtu, si këta besimtarë e Uhudit, tha: wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mjafton Allahu, mjafton Allahu, mjafton Allahu, mjafton Allahu. I lartë është Allahu, i madh është Allahu, Zoti, krijuesi, i plotfuqishëm, i gjithdijshëm, i cili krijoi çdo gjë në formën më të bukur.
Dhe me këtë ajet kuranor po e themi edhe ne bashkarisht, bashkë me ju, unë vëlla juaj, Imam Arbi Berisha dhe gjithë ju që po na dëgjoni, a nuk ju mjafton juve Allah, Zoti krijuesi çdo gjëje? Prandaj adhuroni Allahun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu. Sa i fort, sa i lart, sa i gjithdijshëm është ai, i lartë është ai, i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Andaj falenderojmë Allahun që na mundsoi komentimin e ajeteve 158 deri në 173 të surës Al Imran. Allahu i favorizon besimtarët, nga se vetë në mesin tyre dërgoi pejgamber, të cilët janë në virtytet e larta të moralit që i posedonte, pra dhe i ngrit lart ta besimtar, dhe neve si besimtar inshallah do të jemi lart me moral të lart, siç ishte edhe vetë Muhamedi alayhis salam, dhe të ndjekim udhën e drejtë. Lutim Allahun që të na falë neve, familjet tona, njerëzit që na rrethojnë, që njerëzit që i njohim dhe nuk i njohim. O Zot, zbrit mëshirë rahmet mbi këta musliman. Ja Allah, fali këta musliman. O Allah, drejtoj këta musliman, udhëzoj këta musliman, shtoja udhëzimin dhe na bë pirov vetëdijshëm, sinqert, drejt. Na bashkon në xhenetet e bukura me besimtarët, me pejgambert, me shuhadat, me sidiqint, dhe na fal neve, na i fal mëkatet tona të cilat janë të shumta, na jep mirësitë e tua të cilat janë të panumërta. Kërkoj falje dhe të pejteje o i madhreshëm. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe një herë unë me ju vllaju Imam Arbi Berisha. Ligjëratat tona i keni kudo në internet. Assalamu alaikum.